Fjala elhamdulillah, thot I dashuri Allahut, walhamdulillahi temleul mizan, ju e mbushni peshoren e veprave të mira në ditën e Kiametit. Jo rastësisht të nderuar besimtar, Allahu I madhruar shumë sure nga Kurani Azimushan I fillon me këtë fjalë. Surja e parë në Kur'anin famëlar është Suratul Fatiha, apo surja hapse e Kur'anit është po me këtë fjalë. E përkthimi I kësaj fjale është Walhamdulillahi Rabbil Alamin, dhe të gjitha falënderimet I takojnë Zotit të botrave. Të mundohemi që këtë fjalë para çdo mirësie të Zotit Xheleshanuhu ta shqiptojmë, nga se Allahu I madhruar thot, nëse ju I numëroni mirësitë e Allahut, nuk mund të ju dilni në fund.